Atëherë dashur, kam të ftuar sot në studio një autorë të rinj, i cili ka botuar dhe promovuar librin e tij të parë, Tingujt e Kozmosit. Me shumë nderë dhe kënaqësi që të kam sot në studio. Faleminderit që ke gjetur kohë dhe mundësi t'jesh me mua sot. Më thënë, kam të ftuar Sabri Azirin. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për kohën, mundësinë dhe hapësirën. Po ashtu ju falenderoj dhunë edhe gjithashtu shfrytëzoj rastin të falenderoj për Lulën e bukur që na solli dhe energji pozitive në studio dhe edhe na u përshtatë me interierin e studios, duket shumë i këndshëm. Lulja është një sheh respekti për punën dhe për kushtimin që e bani ju, kështu që nderë dhe kënaqësi ime. Falenderoj edhe një herë. Tingujt e Kozmosit, libri që për momentin mbaj në duar, botimi i parë juaj, po ne vetë se po bisedonim prapa kamerave, që është vetë si fillimi i një rrugtimi të gjatë, apo jo? Unë mendoj se çdo njeri tërë jetën hulumton dhe kërkon diçka jashtë vetes, mirë po në thelb atë të mirën, të bukurën, atë kreativitetin dhe pozitivën ne kemi brenda. Për atë titulli i librit është Tingujt e Kozmosit, sepse zëri është tingull, buzëqeshja është tingull, shikimi është tingull, zëri është tingull. Edhe kjo është një përmbledhje ka plus minus 10 vite që në jetë kur nuk ndodh ajo që duam, ndodh ajo që duhet. Edhe janë rreth 10 viteve që shkruaj dhe asnjëherë të gjej kohë për t'i marrë për t'i mbledh në një libër. Tash ishte koha dhe momenti dhe mundësia që t'i marrë t'i përmbledh dhe t'i shkruaj. Kishte erdhi një moment diçka enkas në jetën tënde, ishte diçka që thjesht bëri klik, erdhi momenti më në fund të gjithë këtyre viteve kur tha, le të themi, u bë mjaft dhe dua që njerëzit të ndëgjojnë atë se çfarë kam mund të them. Me 10 prill kam mbush 44 vjet. Kështu që ideja ka qenë për ditëlindjen time ta marr ta bëj një përmbledhje dhe ideja e librit nuk është që unë t'i ndryshoj njerëzit, por ideja e librit është që njerëzit ta marrin, ta lexojnë dhe ndoshta dikush do ta çojnë veten aty. Këto janë përvojat mia personale, përvojat të cilët gjatë rrugtimit tim si profesional, si në jetën e përditshme, këtu janë thënjet, preferoj të flas gegnisht, mos ma zini për të madhe. Unë jam shumë pro dialekteve. Kështu që është një përmbledhje e thanjeve autentike, shumica e thanjeve janë inspiruese, frymëzuese, edhe kam dashur që nëpërmjet shembujve të mi, ata që kam kaluar unë, t'i marr, t'i shkruaj dhe njerëzit t'i lexojnë, jo t'i ndryshoj njerëzit, sepse në jetë është me rëndësi jo dikush na u sjell neve një shërbim ose të na jep në dorë një peshk, po është mirë që ne të mësojmë se si ne ta zëm peshkun. Para shumë mund të themi që jo ti ndryshosh apo në një farë mënyrë ti ndikosh, po në aspekte pozitive. Ndoshta çdo kush që gjen veten ose gjen një lloj motivimi tek këto thënia, apo jo, para shumë të adaptohen ose të gjejnë veten e tyre në gjithçka që ose kudo që mund ta gjejnë nga thëniet që prezanton të libri. E keni parasysh se në kohë të caktuar librin e njëjtë po e marrim e lexojmë ose thëniet e njëjta po i marrim e lexojmë, në periudha të caktuara e akceptojmë ose e kuptojmë me këndvështrim të ndryshëm. Kështu që në diellin ka dritë për të gjithë, lexuesit ta marrin dhe ta lexojnë, ndoshta do të frymëzohen, ndoshta do ta gjejnë veten, ndoshta do të nxjisë ky libër ndryshim tek ata. Unë do të jem personi më i lumtur në botë kur ata të cilët e lexojnë librin nesër të takohet me ta dhe të më thuan që kanë ndikuar pozitivisht dhe jemi të suksesshëm kur me veprat tona jemi së paku frymëzim për një njeri në botë. Thua ka ndikuar apo je munduar të marrësh nga ato që ke kaluar ti personalisht, domethënë përvojat e tua personale. Mundet sadopak ndoshta ti përmendim qoftë këndet ose këto qasjet ose përvoja që ke kaluar diçka që mund të na shfletosh apo na tregosh edhe neve. Kam kaluar shumë sfida në jetë edhe mendoj se jam formuar si karakter dhe si njeri. Momentin kur në jetën time kam filluar të gjitha humbjet, të gjitha disfatat, të gjitha lotët, të gjitha dhimbje, të gjitha ato planet të parealizuara, të filloj t'i numroj si përvojë dhe si mësim.
derisa unë nuk i kam numëruar dhe nuk i kam përjetuar kështu, kam pasur problem me veten, edhe me gjithandej me gjithë botën, sepse edhe gjërat më të rastësishme nuk janë të rastësishme. Kështu që vi prej një institucioni ku për çdo ditë ne kemi kontakt me pacient, unë vi prej klinikës së pulmologjisë. Disa prej thanjeve që janë të shkruar aty janë prej bisedave, frymëzimi është prej bisedave me pacientët që ndoshta ai pacienti ka thënë vetëm një fjalë ose ka shpreh një mendim dhe prej aty vjen ajo burimi i thanjeve. Kam marrë dhe kam shkruar thanje edhe në 2 ora të mëngjesit, edhe në 4 ora të mëngjesit, momenti kur vjen inspirimi ose frymëzimi. Kështu që do t'jem i lumtur që lexuesit ta gjejnë vetveten këtu. Përvoja ime jetësore, ju thash, kam kaluar shumë sfida edhe lufta më e rëndë është lufta me vetveten. Në jetë është mirë që këtë betejën ose luftën me vetveten gjithë secili ta kalon, mirë po këtë betejë duhet ta kalon secili për vete, jo të tjerët për neve. Edhe ne kemi pritshmëri edhe prej familjes, kemi pritshmëri edhe prej rrethit, po se ata do të ndihmojnë kështu me radhë, mirë po më së miri në jetë shëron ai cili ka qenë më së shumti i lënduar. Kështu që unë kam qenë shumë i lënduar, por vendosa një ditë ta marr dhimbjen edhe ta marr atë dhimbjen, humbjet këto të gjitha, ti marr dhe ti konvertoj në fuqi dhe në energji. U kthye sadopak në ngushëllim apo në një ndimes në luftim shkrimi? Edhe një në pak? U kthye sadopak në ngushëllim të këtyre humbjeve apo të kësaj lufte, një ndim sadopak sa do e vogël edhe shkrimi, domethënë. Këtë luftë që kam pasur unë me veten, mendoj se më ka ndikuar shumë pozitivisht tek unë, sepse kjo lufta me vetveten më ka nxit që të vazhdoj më tutje. Është një thënie aty që shkruan, po e citoj, thotë në jetë nëse vendosni ndonjëherë të ktheheni prapa ose ta ktheni kokën mbrapa, atë ta bani vetëm kur duhet të merrni hovë ose fuqi, energji për të ecur përpara. Unë besoj shumë në Zot, edhe mendoj se Zoti nuk ka gabuar asgjë. Sytë ne i kemi përpara për të ecur përpara. Ajo që ka kaluar nuk mund të kthehet. Edhe më janë dashur shumë vite në jetë që unë të filloj edhe ta vlerësoj çdo sekondë të jetës. Njëjtë në libër është një thënie shumë interesante, thotë përhapja e energjisë negative është sëmundje, ndërsa përhapja e energjisë pozitive është bekim i Zotit. Kështu që ne jemi atë që e konsumojmë për çdo ditë. Unë mendoj se populli, siç thotë djalli edhe engjulli, ekzistojnë sipas meje në disa forma pak më të ndryshme, s'pak unë ashtu i akceptoj. Djalli është të keqen që ne ushqejmë në vetvete, edhe engjulli është të mirën që ne ushqejmë në vetvete. Në jetë është shumë me rëndësi se çka konsumojmë ne, çka ham ne, apo çka duhet të marrim të konsumojmë. Njëkohësisht është shumë me rëndësi ta detektojmë se çka na han brenda neve. Çka na gryn brenda neve. Është rëndësishme edhe me kë rrethojmë veten, edhe çfarë flasim, çfarë konsumojmë edhe në mënyra të tjera, ndoshta jo vetëm çfarë ham apo edhe çfarë ndjekim, çfarë dëgjojmë, çfarë flasim. Prap do të kthehem, domethënë energjia negative. Prap do të kthehem te thënjet. Kur rrethi jot nuk të kupton, atij rrethun nuk i takon. Sepse ne jemi njerëz dhe jemi frekuenca të ndryshme, të gjitha problemet në një shoqëri, në familje, në shoqëri, në vend të punës, fillojmë kur ne nuk flasim me njëri tjetrin. Të gjitha problemet zgjidhen kur ne bisedojmë me njëri tjetrin. Kështu që unë mendoj se duhet çdo njeri të fillon të mendon ndryshe në këtë kohë kur është gjithçka shpejt dhe gjithçka është urgjent. E keni parasysh se ne kemi pas edhe pandemi. Edhe pandemia na dëshmoi neve se mbi të gjitha shëndetja ajo për të cilën ne duhet të kujdesemi. Edhe para pandemisë ishte ajo periudha që unë duhet nesër patjetër të jem këtu, duhet e kam fluturimin patjetër atje të shkoj, mirë po ajo na dëshmoi se është patjetër të kujdesemi për vetveten. E mendove 10 vite më parë kur nisa, ndoshta duke shkruar ca nga këto thënie që për momentin mbaj në duar,
që një ditë do botohet si një libër? Periudhën ka rreth 4 muaj që kam marrë dhe i shkruaj një nga një, se i kam pasur të shkruar në rrjetet sociale, edhe ka qenë një emocion i veçantë edhe një bisedë e këndshme me vetveten, sepse ju thash në periudhat caktume ne mendojmë ndryshe dhe veprojmë ndryshe, edhe kur i lexojsha ato thënie të cilat ishin prej para 10 viteve, edhe para 5 viteve, isha një emocion i veçantë se si ka mundësi ashtu kam menduar në atë kohë ose në atë periudhë të caktuar. I ke mbajtur originalet apo i ke prekur? Do të thonë ato që i ke shkruar para 10 viteve, para 5 viteve, do të thonë ato që ke menduar atëherë i gjejmë ashtu po. Edhe prej këtu buron prap një thënie, është interesante. Thotë vetëm autori e ndjen atë lidhjen unike me lexuesit, të cilët nuk i njeh dhe ndoshta asnjëherë nuk do t'i takon, por të cilët një ditë do ta mbajnë në duar shpirtin e tij. Kjo është pjesë e shpirtit tim, ndoshta është komplet shpirti im. Unë nuk e di se sa do të jetoj, mirë po unë e di se ky libër do të jeton më gjatë se unë. Kjo është e bukura, kur gjithsecili prej nesh lë diçka pas. Lë diçka që do ngelet, paktën një gjurmë, sado e vogël. Ne duhet të mësohemi dhe të reflektojmë, të jemi autokritik, edhe jo t'i vendojmë vetes limite, sepse duhet ta dëshmojmë me vepra se kush jemi ne dhe çka duam të arrijmë, sepse vetëm veprat jetojnë gjatë. Përmendë periudhën e pandemisë, zbesoj të s'ka qenë e lehtë për gjithsecilin prej nesh, por askënd, po edhe për juve, sidomos në profesionin e juaj, sa nga kjo periudhë janë shkruar këtu, apo janë hudhur, le të themi, në letër këtu? Ka shumë thënie të cilët janë prej asaj periudhe, edhe ajo periudhë ka qenë kur në shtetin tonë gjithandej në përbot ka dominu një frikë e madhe, një panikë e madhe. Unë kam qenë koordinatori Covid qendrave, edhe ka qenë periudhë kur kemi punuar nuk e di sa orë. Ka qenë periudhë kur djali im Joni ka qenë i vogël edhe më ka ndodhur mos të bisedoj me atë 5 ditë, se disha në mëngjes në ora 7 dhe kthehesha në mbrëmje në ora 11 të natës e në 12 të natës. Kjo sakrificë ose ky përkushtim është bërë për pacientët tanë, pa bërë ndarësi se kush çka është, sepse profesioni është i tillë. Mirë po, ka qenë një periudhë kur na ndodhte me pacientët ne bisedojshim paradite, është mirë, okay, biseda shumë normale të këndshme, edhe pas dite pacienti të ndron jetë. Edhe normal se ajo periudhë për ne që jemi në sistemin shëndetësor kalon edhe pasoja edhe gjurmë të ndryshme, mirë po prej përvojës me biseda që i kemi pas me pacientët, kam qenë koordinatori Covid qendrave dhe u fuqa në këto spitale që ishin modulare. Edhe komenti shumicës prej pacientëve ishte të vini kështu më shpesh që të bisedojmë. Është ajo pjesa që ndikon terapia pozitivisht të pacienti, mirë po është edhe ajo prania fizike që të shkosh, të ndëgjosh, të bisedosh me atë, ti tregosh se ajo pjesa jonë ne do ta mbarojmë, çka është në duar e të Zotit, do ta mbarojmë. Ne jemi njerëz të cilët besojmë në Zot, mirë po shpesh herë kemi pas komente ndani kështu kohë dhe të vini më shpesh. Jemi munduar që t'i shërbejmë pacientët, t'ja japim më të mirën, se në fund ditës është ajo misioni jonë, prap do të ndëlidhe me misionin. Thot kështu, kur profesionin e keni vizion, atëherë keni mision të kompletuar. Kjo është punë që unë e dua edhe e punoj me shumë përkushtim, po nuk mjafton vetëm kjo puna. Ideja ishte me librin që të marrë të bëj përmbledhje të disa pjesëve të shpirtit tim, t'i marrë edhe t'i shkruaj që njerëzit t'i marrin edhe t'i lexojnë. Do t'jem njeriu më i lumtur në botë nëse kjo ndikon pozitivisht e njerëzit. Sepse vetëm atëherë ne jemi verzioni më i mirë i vetvetes. Është tash një kohë, është tash një rrëmuj, kur rrjetet sociale e bëjnë veten, kur inteligjenca artificiale e bën veten, kur teknologjia e bën veten, mirë po teknologjia është mirë që ekziston,
mirë po nuk mund të zëvendësohet shpirti. Në kohrat e lashta, edhe më herët nëse kthehemi në histori, njerëzit momente që kanë krijuar vepra, ata kanë lënë gjumë të shpirtit të tyre. Është aty një thënie e cila thot njerëzit e krijuan muzikën kur nuk patën mundësi të shprehin dashurinë. Kështu që kur ndëgjojmë muzikë është ndoshta ajo një pjesë e shpirtit të dikujt që e ka marrë ose ka shkruajt këngën, melodinë ose ka shkruajt tekstin. Nëse me lejon, apo nëse me lejohet, unë do lexoj ndoshta 2-3 thënie edhe do i komentojmë. Besoj ju intereson edhe dhe shikuesve të para shumë të diçka që është shumë e vërtetë sipas meje, kur nuk mund të flasin me ty, flasin për ty. Po, kjo është shumë e vërtetë. Në institucionet tona kemi 2 lloj ose 2 grupe të njerëzve të cilët punojnë. Njerëzit të cilët e duan punën ose profesionin që e punojnë, ata janë njerëz të cilët nuk ndjejnë lodhje, sepse punojnë punën me pasion, me dëshirë, me vullnet dhe me përkushtim. Ata njerëz ndjejnë kënaqësi, nuk ndjejnë lodhje. Ndërsa pjesa tjetër e njerëzve të cilët nuk e duan punën, profesionin ose vendin e punës, ata ndjejnë shumë lodhje dhe lodhësi, sepse ata më së shumti punojnë si mos të punojnë. Ai duhet të del ti ndes 10 ose 15 cigare, duhet të përgojon për këtë ose për atë, edhe ajo është kogja një përkushtim i kohës. Zakonisht ata njerëz flasin për ty ose për mua, sepse nuk mund të flasin me mua. Ashtu. Ndoshta këtu ndërlidhet edhe pak kënaqësia që ke krijuar me veten edhe gjen kënaqësi tek përgojimi i të tjerëve. Koha për mua është diçka që është e shenjtë, edhe sa më shumë ne merremi me vetveten, ne nuk kemi kohë të merremi me të tjerët. Dhe sa më shumë ne merremi me të tjerët, ne nuk kemi kohë për veten. Diçka që më ran sy që shumë interesante, vetëm njeriu mund të bjerë në sytë të tjerëve më shpejt se drita. Edhe kjo është shumë e mirë. Po, kjo është shumë e vërtetë. Çfarë momenti erdhi kjo, pse u mendua? Sepse kjo vjen prej momentit se ne takohemi me shumë njerëz në përditshmërinë tonë, edhe e keni parasysh kur është një tur me njerëzve në një stacion trenit, metro, stacion të autobusave ose aeroport, edhe ju ndodh që prej, nuk e di, 500 ose 1000 njerëzve, të kaloni dhe vetëm një person, ndoshta nuk e njihni fare, t'ju bjen në sy për atë shkëton. Nuk e njihni, mirë po bjen në sy. Vjen nga përvoja personale, vjen nga një çast, vjen nga një moment jotja, po përgjithson. Ajo është në përgjithësi. Po. Njeriu është krijesa e vetme që edhe kur ngopet sërish ndjen uri. Po. Flasim për sukses, flasim për ndoshta ambicie, flasim për çfarë? Nëse marrim tash prej kësaj mund një libër komplet ta shkruaj. Nëse marrim edhe analizojmë, kjo mund të spjegohet edhe nga këndvështrimi i suksesit, po mund të spjegohet edhe për njerëzit të cilët non-stop duan dhe kërkojnë diçka, po mirë po nuk janë të kënaqur. Sepse liria nuk është të kesh gjithçka që dëshiron. Liria është të jesh i kënaqur me atë që e ke. E pse s'jam kënaqur? S'po arrin dot atë që duan, apo ajo çfarë arrin është faktikisht jo ajo që duan në të vërtetë? Unë mendoj se njerëzit nuk janë të kënaqur sepse kanë pritshmëri që njerëzit i kuptojnë ata, ndërsa ata nuk e kuptojnë veten. Çdo herë kemi pas problem, derisa ne nuk e kuptojmë veten. Momentin kur ne krijojmë paqen, kjo është shpjegimi im autentik prej përvojës, po flas, momentin kur ne do ta krijojmë paqen, ne do ta krijojmë fatin tonë. Këti parasysh ne për çdo ditë flasim dhe ky ka fat ose ai ka fat. Po, edhe ai punon, kontribon. E krijon fatin, e krijon momentin. Po si ta bëjmë, si ta arrijmë këtë paqe? Duhet një bisedë gjatë me veten apo proces? Duhet të krijohet paqja me vetveten. Duhet fillimisht nga unë si e shoh, fillimisht duhet t'ja falim botës që nuk është e përkryer.
duhet t'ja u falmi prindve tanë, të cilët nuk kanë pas mundësi ato ëndrat tona, ata të na i realizojnë. Duhet t'ja falmi vetes tonë se ne nuk jemi të përkryjmë. Momentin kur ne ja falim vetin, vetes kur ja falim, e keni parasysh ai desktopi me ato folderat, ajo shlyhet. Dhe pastaj mund fillojmë të merremi me veten, të jemi të kënaqur me atë që e kemi, pastaj me të tjerët. Zakonisht ose në përditshmëri, ose në për familjet tona, ose në për bizneset njerëzit që punojnë, kanë pritshmëri shumë të mëdhaja sepse unë pres se ai duhet ta din ose duhet të vepron. Nuk e din. Duhet bisedë, duhet për çdo ditë bisedë. Kjo ndodhi kështu se unë mendova ashtu, po nuk të kam thënë. Ti ke menduar, s'kam thënë. Kështu që sipas meje duhet të kultivohet për çdo ditë, ama për çdo ditë, rahatia shpirtërore, paqja me vetveten. Ne për çdo ditë punojmë dhe për çdo ditë hasim me njerëz, takohemi me njerëz të cilët e kanë ushqim toksinin, helmin e kanë ushqim. Edhe duhet të jetë një korridor i madh ose një mur i madh i cili neve nuk do të na ndikojmë nuk do të ndikojmë për disponimin e dikujt tjetër. Momentin kur ne lejojmë dikush tjetër të ndikon të disponimi jonë, vetëm na ka fituar 1-0. Imagjinoni për çdo ditë. Në fund të muajit ne nuk kemi energji, ne nuk mund t'i hapim sytë. Jemi harxuar. Po, jemi harxuar. Njerëzit besojnë, dikush vetë se e ka lexuar librin apo jo. Dua di pak, sepse fundja fundit po thua që normal si çdo libër tjetër, po ky le të themi pak më enkas, përmban mesazhe, përmban inspirime, përmban motivime, përmban thënie që gjithë secili mund gjej veten e vet apo të marrë le të themi mesazhe për ta kuptuar më mirë botën dhe gjithçka që rrethon. Përshtypjet dhe reagimet e njerëzve. Përshtypjet e njerëzve, eventin që e kemi organizuar, jemi munduar, ju thash edhe parës, parimi im në jetë është nëse ndërmarr në një hap në jetë, ose duhet të jetë më së miri ose nuk e bëj fare hiç. Jemi munduar të organizojmë në mënyrë të duhur. Eventi sa ka zgjatur, kemi pas ekip i cili ka pa muzikë atje, se kemi pas gërshetim të artit, ka qenë një pjesë ku ka qenë galeri me piktura, i kemi pasur të ftuar njerëz ose piktorë tanë të cilët kanë bërë donacione për spitalet, për klinikën e pulmologjisë, për gastroklinikën, janë rreth 80 vepra të artit, 80 piktura, të cilat ata na i kanë besuar dhe i kanë dhuruar për hapësirat ku frekventojnë pacientat në për korridoret dhe në për dhomat ku qëndrojnë pacientat. Kështu që përshtypjet e njerëzve janë shumë pozitive dhe më kanë dhënë një frymëzim ekstra që do të vazhdoj. Po. E çfarë do na pasojë atëherë, çfarë do na vije pas? Pas, unë deri tash i kam 10 thënie të reja, të cilat nuk janë pjesë e librit, me bisedat, me njerëzit, ose me ato përshtypjet e tyre që i kam pas, se unë ashtu funksionoj, ndoshta prej një fjale të vogël, ose prej një storie më lind, ashtu më vjen inspirimi, sepse ne si shqiptarë, nëse e kthejmë historinë, apo, në për ato kullat e shqiptarëve, në për ato odat që ju kanë thënë të shqiptarëve, ka pas shumë thanje të cilat njerëzit brez pas brezi i kanë kultivuar, po ndoshta dikush nuk ka pas kohë t'i merr dhe t'i shënon. Ajo mendoj për mua se është pasuri kombëtare, se të gjitha ato thënie rrjedhin prej përvojave të përditshme të njerëzve. Para shumë, kur mund të presim le të themi një libër të dytë, apo varet gjithçka nga inspirimi dhe rrethanat? T'i japim pak kohës. Nuk mund të precizoj sakt, mirë po do të punoj. Kjo është vetëm një fillim, do të vazhdoj më tutje, edhe për çdo ditë marr mesazhe, marr fjalë të mira, komente të mira, edhe ajo më detyron ose më shtyn, më frymëzon që të vazhdoj më tutje. Për fund, sepse po i afrohemi fundit të bisedës, gjithsesi dua të di, i referohesh ti ndonjëherë vet librit, i kthehesh pas këtyre thënieve që ke shkruar ndër 10 vite? Libri është shpirti, janë pjesë copëza të shpirtit tim. Edhe unë jam emocionalisht i lidhur me librin, ka qenë një ndjenje veçantë kur i kam marrë dhe një nga një i kam lexuar, edhe ndalësha me veten, thosha si ka mundësi kështu
të kam menduar kështu për një X rast ose një X relacion. Është punë që e kam punuar me shumë përkushtim, është punë të cilën e dua dhe është punë me të cilën jam i lidhur ngushtë dhe do të vazhdoj më tutje. Unë të falenderoj shumë që ke gjetur kohë dhe mundësi të jesh sot me ne, vërtet shumë kënaqësi që të kisha sot në emision dhe në studio dhe uroj që ritakohemi për të tjera suksese. Faleminderit juve për kohën, për hapësirën dhe takohemi vetëm për sukseset dhe për të mirat ardhmen. Me kaq të dashur, me mesazhe, me thënie nga më të ndryshmet, me një bisedë mund ta quajmë me shumë vlerë dhe rëndësi dhe të këndshme po ashtu, pikërisht për një fundjavë që t'ju përcjell deri të hënën, unë ju përshëndes për sot duke ju uruar një pasditë dhe fundjavë të këndshme, e shihemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.